alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira, mirësitë, bekimet e Zotit qofshin mbi ju dhe mbi ne dhe mbi gjithë ata që na duan fort edhe i duan fort. Po ata që nuk na duan, Zoti mëshiroft e Zoti i falt. Mendova sot ta shoh ose ta hap nga kompjuteri faktikisht se ndoshta do të shoh komentet më mirë. Prandaj do tentova sot ta hap nga kompjuteri për të parë dhe komentet më mirë. Po më sa duket filluan komentet. Okej. Nuk e di se po duken komentet këtu tani edhe sa ta shohim pak situatën. Që e kam hap nga kompjuteri sot. Më sa duket mirë është situata. Okej. Atëherë, bismillah, alhamdulillah, salatu, salamu ala rasulillah, siç e kemi thënë, jemi sot në ditën e 16 të Ramazanit, do Zotin e Madh që na ketë pranuar çfarë ka kaluar, e të na japi Zoti forcë dhe fuqi për të qenë të rregullt e të mirë në pjesën që na ka mbet. Do Zotin e Madh na mëshiroj, do Zotin e Madh që na fali, do Zotin e Madh që ky Ramazan të ketë qenë një Ramazan i dobishëm dhe i mirë për ne të gjithë pa përjashtim. Që me shpresën e Zotit të Madh, duke lutur Zotit na japi nga mirësitë e Tij dhe begatitë e Tij, po futemi tek komentet që kanë vëllezërit edhe motrat. Thot selam nga Athina, aleikum selam wa rahmatullah. Selam nga Sarlanda, aleikum selam wa rahmatullah. Selam nga Dortmundi, aleikum selam wa rahmatullah wa barakatuh. Selam nga Elbasani, aleikum selam nga Prishtina, nga Danimarka, nga Ulqini, nga Elbasani. Nga Kuçova, sot po të ke hy vonë në live, faktikisht po tentoja të futesha nga kompjuteri, por elhamdulillah u futët, plus jemi futët edhe nga Instagrami, jemi edhe në Instagram njëkohësisht. Atëherë thot, unë ngatrova dhe e ndërprerva dhe rifillova prapë nga fillimi. Kur njeriu ngatrohet namaz, nuk ka pse ta nisi edhe një herë nga fillimi. E korrigjon gabimin dhe bën sejdë, pa 2 sejdë që korrigjojnë gabimin e tij. Nga Frankfurti, nga Paskuqani, hosh më stacionet një ditë shumë pak dhe një ditë hiç fare dhe e kam mis agjërimin. Nëse femra është pastruar me formën e vet të pastrimit, dhe pastaj ka rrema, gjaku apo mund të ketë diçka kështu, nuk ka problem, ama duhet të jetë pastruar me formën e vet të pastrimit. Selam nga Hanoveri. Selam
nga Tetova, nga Chicago, Arahoveci. Tani ta keni parasysh se nuk I kapim dot gjitha komentet, nga Amerika, Allah I rujt. Si u bo me dritat, u rregullon dritat, u rregullon shumë shpejt. Pun 5 minutash u rregulluan. Selam nga Greqia, aleikum selam nga Kumanova, aleikum selam se I geni nga Durrësi. Atëherë, a është mbyllur së apo lejohet? E di që kjo është pyetja 1 milion që quhet. Pyetja 1 milion është kjo pyetje që edhe ditën e fundit do të na pyesin kur mbyllet së Allahu I rujt vëllezërit edhe motrat. Ose kjo pyetja si është për imsakun, kjo pyetje do të jetë gjithmonë. Thot hoxh me zor na dëgjohesh. Ky është të vërtet problem. Po tani si jeni me zërin, si gjohet zëri. Nëse e nis së fyrin me ushqim direkt, nëse e nis, sa thot? A ka problem kur ke dhënë nga një sallam, thot dhe të që di që është mishderi, s'ka problem. Falim të avim bashkë me vitrin, pastaj a mund falemi në shtëpi, mund falemi nga librazhi, aleikum selam ورحمة. A ka problem që se e hajmë së fyrin pa hurma dhe ujit, nuk ka asë dhe problemi. Atë shkojmë tek pyetjet prap. Këtu në Zvicër del pa punë ka njerë dhe pagun shtetë deri në 2 vite, që se të me kontratë paktën 1 vit. Por aty të ndalen lek tani kur je pa punë të pagun shteti. A është haram? Nuk është haram. Nuk është haram, përderisa është brenda ligjit, është rregull. Selam nga Oxhaku, aleikum selam ورحمة. Nëse e lën terapin për shkak të smundjes, a kemi gjuna? Jo, nuk ke gjuna. Selam thot nga Vatikani. Wa aleikum selam ورحمة. Zoti ju rujt. A lejohet që vitrat të japim studentëve në qoftë se janë nevojtarë? Po, selam nga Ulqini, aleikum selam nga Klosi, nga Roma, aleikum selam ورحمة. Zoti ju rujt. Duket ose kur bie shi nga ekrani këtu tek nga ekrani I kompjuterit, kurse këtu në Instagram duket mirë situata. Desha të pyes pse bëhet burri imam dhe jo një grua. Po edhe një grua mund bëhet imam, po për gratë. Mund bëhet një grua imam për gratë, jo për burrat. A mund ta falim namazin e teravih ulur nëse nuk kemi mundësi? Po. Selam nga Kostivari, aleikum selam ورحمة. A mund të bëjmë zikr non stop edhe ulur edhe në këmbë dhe gjatë punëve dhe obligimeve të tjera? Po mundemi. Dëgjohesh me zhurmë. E po sot bëm një provë, futëm nga kompjuteri, kështu që na bën Allah nëse ka çik zhurmë. Jetoj në Itali, lejo të shkojmë për t'ia bërë për hajër atij që e ka bler shtëpinë, qoftë edhe në bankë. Po bëjnë për hajër, s'ka gjë inshallah. A bën një pyetje me ta bërë, mund ta kishte bërë, s'ka nevojë me pyet. Kanceli ka metin 2 herë për farzin e yacis dhe ka marrur, nuk ka problem. A bëhet njëtë së fyri në namaz të sabaut? S'ka nevojë, dhe dia jote se do ta gjosh për sot je në rregull. A do e mbani sot utben e xhumas? Po. Po inshallah do e mbajmë me shpresë Allahut. A është se vap me dal pulës nga kokat e këmbët për 5 minuta në syfyrë dhe 1 litër ujë? Kujdes me këto komentet se mund të hanin në një blok pa dashje.
Pra ata që janë smur me gryka mund përdorin spray për grykët, mund përdorin, po prishet agjërimi, po nuk ka probleme ta prishin, sa agjërohet më vonë. Selam nga Belgjika. A ka një problem se me shokët lozim mas së fyrit murlan derisa të koha e sabaut? Vallai është një kohë e mirë me e kalu me dua me lexim Kur'ani, jo me murlan. Ose thot si shpjegohet se qeveritarët këtë ditë nuk pështrojnë iftar. Së bë merak se do të shtrojnë, së bë merak. Po deshe t'jap numrat e tyre celular që t'i shkruash një herë. Kam dëgjuar prej nga hoxhallarët se vetëm në sunete bëhet sejdë dhe jo, s'është e vërtetë. Edhe në farzë dhe në sunete. Allah i rrit, selam nga Austria, aleikum selam wa. A është obligim me mbajt mulesën mos të kryet haxhi? Mulesa duhet mbajt gjithmonë, nuk ka lidhje me haxhin. Aleikum selam wa rahmatullah. Kur haron me marr tekbir, a quhet namazi? Nëse është tekbiri fillestar i pari fare, quhet, ama nëse është janë tekbiret e tjera, quhet. Lexon në Facebook thot, o holz se në Instagram skemi. Unë tani për momente po lexoj në Facebook po lexoj. Instagramit i në dojë po pa drejtësi. Në qofë e nis ushqimin, a ka... Për zekatin, nëse qofë e jeni një familje që nuk e praktikojnë fen, a duhet t'japësh zekat? Çfarë ke gjendje nëse është e jotja? Po. Ndërsa lekët e familjes, qoftë ato nuk i japin zekatin, nuk mund ta japësh ti pa lejen e tyre. Kam 2 vjet me namaz dhe kam shumë vezvese. Vezveseve nuk duhet të kushtosh rëndësi. Vezveseve nuk duhet të kushtosh rëndësi. Kam dëgjuar disa që thrasin për drek njerëz fisi për 6 muajin e vdekjes të një personi, lejohet? Jo. Nuk i njeh Islami këto gjëra. A prishet agjërimi kur bën gjilpër të detyruar, me një fjalë duhet ta bëj patjetër, se jam me tumor. Nuk prishet. Allahu të shëroft dhe pastroft. Kam prej gishtin dhe më doli pak gjak, am pranohet dita agjërimit? S'ka lidhje fare, agjërimi është në rregull. A ka problem me agjërimin nëse bëjmë shaka? Asnjë lloj problemi nuk ka. Selam nga Fieri, selam. Dhe sa minuta mund ta shtym syfyrin mbas kalendarit? 0 /0 /0. Nëse shpërqendrohemi në namaz nuk ka problem. Nuk ka asnjë lloj problemi. Gjëra që ndodhin janë mundohu ta mbledhësh vetëm. Nga Udine, aleikum selam. Ja, kam një punë, turni 2 më ikën pa falur ikindia dhe akshami. A është e pranueshme që t'i fal kur kthehem nga puna në darkët? Jo, duhet t'i falësh në kohë. Duhet t'i falësh në kohë patjetër. I kameti për femrat? Po. Si t'i heqin vezveset duke mos i kushtuar rëndësi dhe duke bërë të kundërtën e vezveseve? Selam nga Belgjika. A mund ta falim sabahun tani? Nëse ka kalu 20 minuta nga imsaku, po. Bënej që kalojmë kohë mas së fyrit duke të parë live. Shumë mirë e bone, elhamdulillah. Po kur çohesh një orë me vonesa, të quhet dita? Të quhet, po s'duhet hajsh. Selam nga Charleston South Carolina. Një pyetje, a vlen namazi nëse lezohet vetëm i kameti dhe ezani? Vlen namazi, vlen. A duhet t'jap fitra për familjarët që nuk agjërojnë nëse janë musliman? Po. Kam para të mbledhura për shtëpi, por jetoj me qira, am takon zekati? Po. Nëse është plotësuar kuota dhe ka 1 vit, po.
Sa zekat duhet japim për çdo antar familjes? Zekati i fitrit këtë vit është 4.000 lekë për çdo antar familjes, ose 4 euro. Ana prishet agjërimi nëse duke larë syt, pa dashje na bjen dhe një pikë ujë poshtë. Quhet inshallah. Udhëzova pak më vonesë, do është 2-3 minuta. Hajde inshallah. Hajde inshallah. Kujdes herë tjetër. Unë punoj në kuzhinë dhe jam gjithë ditën me mish derri. Si t'ja bëj për agjërimin? Mbaj agjërimin dhe inshallah gjej një punë halal. A mundet me hongër sefyr deri pas thirrjes sabahut? Ja. A pranohet agjërimi? A pranohet në agjërim namazet me temum? Nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje. Pas iftarit më bën një gërvishtje e vogël. Nuk ka asnjë problemi. A bën të marrin temum kur jemi agjërueshëm? S'ka asnjë problemi. Si ta bëjmë nëse na ikën koha drekës pa fal? Duhet ta falim në momentin më të parë që na erët mundësia. Kur lexojmë surën Kehf shqip, atë Kur'anin shqip, shumë mirë. Kur çohesh vonë dhe pa vetë dije ka kalu orari. Nuk duhet hash, edhe pse je shumë e vonesë. Nga Torino, alaykum selam. Ja vash një blok njoni tani, bismillah. Allah e rujt. Selam nga Berati, a prishet agjërim zot nëse erdhim i lashësish? Jo, nuk prishet. A pranohet namaz nëse vonojmë pak? Varet se çfarë ke për qëllim vonimin pak. Ke shumë zhurmë, më thot. Hajde inshallah. Selam nga Izverishti, alaykum selam nga Vlora. Cili libër ka ardhur më përpara, Teurati apo Zeburi? Po llogaritë si mas pejgamberëve. Kush pejgamber ka qenë më përpara? Vazhdojmë këtu nga kompjuteri. A futen në hadith se në ditën e Kiametit agjëruesit do të jenë në hijen e Arshit? Nuk ka transmetim për agjëruesit. Si t'ja bëjmë që të shpëtojmë nga ngacmimet që kemi? Sa më shumë namaz, sa më shumë namaz natë, sa më shumë dhikr. Nëse flen gjithë ditën gjumë, ana quhet ajo dita agjërimi? Quhet, inshallah taala. Desha me të pyet sot te gratë në fillim të muajit kam pas cikël, po që do ditë vetë kafta në mëngjes, mund ta agjërosh. Më kapi ora duke hëngër, ndërprite. Nuk dëgjohet më zor rregulloj si thot mikrofonin. Sot s'kemi çfarë të bëjmë, iku sot. Selam nga Italia, si mund të bëjmë për një pus? Okej. Ja, ku e ke linkun? Ta çoj këtu. A është gjuna me shqit cigare? Po. Kam parë një ëndër të keqe pas së fyrit. Ëndrat e këqija mos u avar fare, sepse nuk duhen marrë në konsiderat. Kush vjen më përpara thot, Imam Mehdi apo Isa alayhis salam? Imam Mehdiu, pastaj Isa alayhis salam. A mund të falim namaz natë nëse e kemi falur vitrin? Po.
Po të mbylla 2 minuta më vonesë, kujdes herë tjetër. Kam para të mbledhura, po jam me qira. Dhe po mbledh para për me ndreq një shtëpi, a duhet jap zakatin? Po, nëse ka plotësuar kriteret. A lejohet bëjmë lutje në gjuhën shqipe në namaz farz? Mendimi më i saktë është që po. Fitrat a mund të dorëzojmë tek xhamia Dina Hoxha dhe të na japësh linkun? Po, inshallah do ta postojmë linkun nesër pas nesër prapë, inshallah taala. Ne emigrantët mund ta japim aty që në Dina Hoxha? Po, inshallah. A mund të marrim abdes pa zhveshur këpucët dhe të fërkojmë këpucët sipër? Po. A më lejohet më u fal me telefon? Ka një vit që falem. Mundohet të mësosh gjërat për mend, se nuk është në çudi e madhe. Kam bërë ndeshje, jam lënduar, mirë po nga shteti kam marrë dën shërbim, i kam hallë këto lek. Halal i që lekët, meri, në sërbitmen, ka bërë aksident me fjalë. Ndeshje i thom aksidentit. Pse nuk pyes agjërimin nëse i lajm duart, sepse duart i thënuj. Ajo që ndalohet është nëse futet ushqimi apo uji nga rrugët e të ushqyerit. A shkon në xhenet një jo besimtar edhe pse ka ndihmuar të varfrit? Ja jep Zoti shpërblimin në këtë botë, në botën tjetër nuk merr asgjë nëse i ka ardhur e vërteta e Islamit. Këto lekët që na jep banka, a mund t'i çojmë tek xhamia? Jo, do të më pendu, do të më lën lekë që më i marr nga banka. Borrim është ortodoks dhe unë jam muslimane edhe agjeroj. Allah të shpërblet, shumë mirë bën që agjeron. Shumë mirë, Allah të shpërblet. Kam një operacion në dorë dhe të marr infuzion, a prishet agjërimi? Jo. Infuzion në kuptimin e serumit ushqyes apo infuzion në kuptimin e serumit me ilaç? Varet. Kam dhimbje kyçesh, a bën të përdor krem me që jam dhe agjërushëm? Po. Në disa pyetje që po përsëriten, nuk e di pse. A kam halal të marr lek borxh të shkoj në haxh? Halal e ke, po obligim nuk e ke. Imam Mehdiu do të visi natyrë njerëzore apo hynore? Jo, njëri normal. S'ka lidhje me hynore. Për ta falur si sabahun sa minuta mbas shëshyrit? Kjo do të jetë pyetja që të na shoqërojë deri në fund të Ramazanit. 20 minuta e lartë. Hoxhi nderuar, në për shumë faqe po flitet që do të dalë Dexhali, stresi zero. Nëse marr infuzion thot ta prishet agjërimi, nëse është ushqyes po. A lejohet që fitrat e japim njeriu ton të afërm? Po. Mirë. Shumë pyetje faktikisht nuk po e menaxhoj dot situatën. Shohim këtu pak ke Instagramit që thonë plezërit dhe motrat. Ku mund porosis Kur'an? Hajde merr ke xhamia, ke falas.
jam në kuzhinë dhe punoj me mishdere, kemi thonë përgjigjen, agjera. O, është të ditë, e kap lekun nga 2 platforma sot, e të rritë Allah. Po të bëj blok për hatër të zotit. A leo të lëpish buzët, a prisha gjimi, nuk prishat. Shumë piti nuk po i menaxhojnë do të vitit për zotin. Alhamdulillah. Allahu i rrit, Allahu dash fort, zotin na e pranoft. A duhet dhënë zekati i altanit çdo vit? Po, çdo vit duhet dhënë zekati i altanit, zekati i florimit. A kam haram me që punon të shtëpiat moshuarve? Jo, nuk e ke haram. Atëherë po e mbyllim një herë këtë po e mbyllim këtë Instagramin një herë si fillim. Pastaj po mbyllim atë tjetrën. Allah ju rrit, selam aleikum ju të Instagramit, Allah ju dasht, Zoti ju në rost, e va pranoft agjërimin. Ndërkohë që vazhdojmë me këto bipat e Facebookut, kam 23 në parave për shtëpi, nuk i kam komplet, mirë po rri me qira. A duhet me thonë zeqatin? Po, e tham, po. Okej, kthehemi këtu ke selam nga Gjilani. Ajo me bo marrëdhënie bashkëshortore mas iftarit. Më shoj me bismillah. Unë fal vetëm farzët në punë, nuk ka asnjë lloj problemi. Të përshëndes nga Leipzigu, Gjermani. Aleikum selam, Allahu të rrit. Ura fal 5 vakte dhe agjeron Ramazan bashkëshorti nuk beson, pra nuk bën asgjë nga këto që bën ngryhet. Çfarë sebebesh duhet bëj që të jenë bashkë në botën tjetër? Ta udhëzojnë Islamin, inshallah. A lejo të japin fitrave prindërve? Jo. Vllajt dhe motrës? Po. Po kjo nuk mjafton, ne kemi thonë dhe tje, kjo nuk mjafton. Ti mos mendo se po dhe fitrat e ke kry punën. Ti ke për obligim. Ke për obligim me i majt, si më thonë, me i majt njerëzit e tuaj, dhe më thonë. Nuk është se dhe zekatin dhe e kryve. Allah ju rritë zotin e roft. Kërkoj ndjes që u futëm sot këtu nga kompjuteri, se mendova se do ishte më mirë, po nuk është se... Hajt, Allah ju rritë zotin e roft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kërkoj ndjes që u futëm sot këtu nga kompjuteri. Se kësa e unë se dhja dhe si myllë të në. Allah ju rritë, selamu alaikum.